Bazamendi dhe qeliza kryesore dhe themeli ku ngrihet domethënë shoqëria njerëzore është familja. Rregullimi i saj do thotë një gur i vendosur ashtu siç duhet në murin e shoqërisë njerëzore. Për këtë arsye dhe Zoti ka kushtuar rëndësi familjes, për këtë arsye ne kemi edukim familjar, jo thjesht edukim prindëror në Islam, por kemi edukim familjar, pasi gjithë familja ka kontributin e vet në mënyrën se si ndërtohet karakteri i individit, i personit, dhe për këtë arsye është kaq e rëndësishme. Për këtë arsye edhe në botën tjetër është i vetmi institucion që vazhdon. Pra familjet do të jenë edhe në botën tjetër, pra normalisht familjet besimtare do të jenë bashkë në xhenetet e Zotit. Pra njeriu duhet të investojë ta ruaj familjen që ta vazhdojë edhe në botën tjetër. Dhe një nga humbjet që ka njeriu në botën tjetër, ai që përfundon në zjarrin e xhenemit, që është përveç se nuk e fiton xhenetin, po humb edhe familjen. Pra njerëzit në xhenem, përveç dënimit, kanë edhe një dënim plus, që është mospasja e një familje. Ndërsa në xhenet, përveç mirësive dhe begative që ka xheneti, ka edhe një gjë tjetër plus, që është krijimi i familjes, pra vazhdimësia e familjes siç ka qenë jetën e kësaj bote.